Përshëndetje të nderuar miq të Florida Shqiptare TV. Jemi këtu sot në muajin tetor, që është muaji i sensibilizimit për kancerin e gjirit. Më vonë do të krijojmë një histori me të ftuarën tonë në studio. Desha t'ju them se sot në emisionin Zëri juaj, historia juaj kemi të ftuar zonjën Floreta Treska. Përpara se të fillojmë, do t'ishte në interes për dëgjuesit, përpara se të fillojmë historinë tuaj, se për këtë arsye kemi zhvilluar edhe tek studioja Alb Family Clinic, do t'ishte me interes për dëgjuesit që të njohim diçka për Floretën. Kush je, nga vjen, na tregosh diçka për jetën tuaj, se shumë njerëz këtu në komunitet të njohin nga Facebooku, por nuk e din në realitet kush është Floreta. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E kam pritur ftesën, po më në fund të erdhi dita që më ftodhe mua dhe jam shumë e kënaqur që jam këtu në klinikën tënde, që t'i jap një mesazh të mirë për të gjitha gratë, meqense jemi në muajin tetor, muajin roz. Unë jam Floreta Treska. Biemri vajzërisë time ka qenë Matraku, jam nga Korça. Saktësisht jam vajzë nga fshati Vlotçishti i Korçës. Fshat me tradita, Vlotçishti. Fshat shumë i mirë, i mrekullueshëm, është 7 minuta nga Korça. Domethënë, është shumë afër me Korçën. Dy fshatra të mirë njohur nga Korça, Vlotçishti edhe Hoçishti. Ja, tamam. Lindur e rritur në Vlotçisht me 2 prindër punëtor. Ti e di shumë mirë, ne jemi rritur në një kohë, jemi të gëzuar se jemi, domethënë me fat se jemi rritur në kohën e komunizmit e në kohën e demokracisë. Unë kam bërë një jetë të mirë, baban e kisha sekretar partie, dhe ne duhet të ishim shembull për fshatin, se ishim fëmijët e sekretarit të partisë. Unë dhe motra ishim okej, po vllai ishte një çik, se i pëlqente moda, i pëlqenin gjitha. Flokët e gjata, mustaqet, pantallonat kalloboje, edhe ishte një çik problem. Dhe gjithë, domethënë në familjen tonë vetëm kur kishte grindje, ti duhet të jesh shembull, i thoshte babi, sepse njerëzit marrin shembull nga ty. Po, në atë kohë të rinjtë të dëgjonin, vllai bënte siç kishte qef. Mbarova shkollën 8 vjeçare me mesatare 9.8. Po, në atë kohë ti e di shumë mirë që kishte bursa, nuk vinin të gjithë në shkollë. Jo dy veta nga një familje. Një njeri duhet të merrte një bursë, një në familje. Dhe në fshatin tonë, vitin që mbarova shkollën unë, erdhën 3 bursa. 2 për ndërtim, 1 për zooteknike. Edhe më tha babi, kë do marrësh, se isha vajzë sekretar partisë, ndërtimin unë nuk e donja, se çfarë do bëja ndërtim? Pasioni tim që letërsia. Unë thur, domethënë unë jam edhe shkruaj. Edhe, domethënë kisha qef diçka për letërsinë. Nuk më realizua, sepse në atë kohë duhet të zgjidhje, nuk kishe çojë se ti iknje ku të donje ti. Edhe thash, okej, po zgjidh për zooteknike. Po, të më pyesësh sot nuk mbaj mend asnjë gjë nga ajo shkollë, zooteknike. Vetëm letërsinë, orën e letërsisë e kisha shumë qef. Të tjerat nuk është, po duhet ta bëja një shkollë të mesme se s'ven. Mbarova shkollën e mesme 4 vjet në Korçë dhe isha aktiviste në Pallat të Kulturës, lonja teatr, komedi, estradë, në Pallatën e Kulturës Vlotçisht. E mbarova shkollën e mesme dhe në fshatin tonë erdhi një lajm që do konkuronim për letërsi, po do konkuronim në Tiranë. Edhe unë i thash babit vetë edhe unë, po shko më i çu, babin e kemi pasur intelektual, nuk na ndalonte kur. Babin e kam pasur me shkollë, ne jemi nga soi Shahin Matrakut. Okej. Vajta konkurova dhe fitova. Dhe vajta në Tiranë në shkurt për regjizor. Ato ishin dhe vitet më të bukura në jetën time, se ishte ëndra ime që donja. E mbarova me sukses dhe u ktheva në fshatin tim. Punova në Pallat Kulturës sa kohë, mësha me aktivitete, vinim në çdo vend, në Burrel, në Shkodër kemi vajtur me estradat. Ka qenë një jetë shumë e mirë. Shumë e pasur me aktivitete kulturore, sidomos. Ne vërtet nuk kishim shumë atëherë. Nuk ishim shumë, po ishim njerëz të ndërgjegjshëm, njerëz të sinqert, njerëz të dashur. Po të kisha unë një bluzë, do ja jepja tjetër s'ta vishte, ose po të kisha ajo tjetra një bluzë, do ma jepte mua ta vishnim të dilnim në skenë. Dhe ishte koha më e bukur e jetës time. Okej, pasi ndodhi demokracia, u mbyllën e Pallat Kulturës me të gjitha, mbetëm pa punë në shtëpi, ishim ndërmarrje bujqësore, nuk ishim kooperativ. Na dushet të punonim. Domethënë, ne ishim të gjitha intelektual dhe nuk dinim të punonim tokën. Okej, bëm si bëm në 97-ën, u martova. Martova në Korçë. Po, 97-ën që e martu? Në 97-ën u martova në Korçë. Me mbledhsëri, jo me tash, me mbledhsëri.
Okej, as nuk kam hipur në taksi, as nuk kam hipur asikundi se ishte luftë, edhe u martova. Si që është pas keni pështu bile. Dhe më thëmë, ditën e parë që kam vajtur ku martova në Korçë, se isha në pallat ka të dytë, më ka ikur plumbi mund këtu, fiu, kur dola në balkon. Edhe se në fshat nuk kishte kaq rëmuj sa në qytet. Okej, u martova dhe linda fëmijët. I bëra shpejt, se u martova që ke madhe. Fëmija i parë ishte djalë, Kristi, që më mbushi jetën me gëzim. Nuk kam punuar në Korçë, se i bëra fëmijët në vit. Kam rritur fëmijët. Burri punonte, bashkëshorti punonte, unë rija në shtëpi rrisja fëmijët. Dhe kisha një jetë, nuk e di unë, jo stres, jo, domethënë shqetësime. Unë ngrisha në mëngjes si një nen, se kisha 2 fëmijë të vegjël, gjithë natën rinja, pa gjumë që rritja fëmijët, dhe përsëri e gjenja fuqinë me një fëmijë dilja nga parku, ishte një jetë shumë e bukur për mua. Dhe rutina jetës vazhdoj se nuk dua t'i bie shumë gjatë, se do vi njërë tjetër të tregoj për historinë e jetës time. U martova dhe në 2004 burri fiton e benim lotarin, kishim 7 vite që e benim për Amerikë. Mua nuk më dilte. Të dy jemi me shkollë me burrin, burri ka mbaruar Themistokli Vermeri në Korçë, dhe punonte në uzinën e Precizionit. Ka qenë shumë e njohur. Po, uzinë e Precizionit. Ajo uzina e Precizionit ka qenë një ndër uzinat më të njohura në Europë. Po. Aq bukur i prodhohet. Po, i bente ishte shuja. Po unë kur e mora unë domethënë ai kishte një biznes privat. Okej. Në 2004 në vjen postieri në derë, unë kisha vënë fëmijën në gjumë dhe nuk e hapa derën se kisha fëmijën në gjumë. Ai bie derës forte, thash, po ç'është ky që bie kaq fort? Postieri ishte shok me burrin tim. Edhe më thot, kam sjell një zarf. Okej, thash unë. Ju kërkoj në gjyq. Po ne s'kemi përgjigje, thash, për që kërkoj në gjyq, thash. Jo, tha, i ka dalë lotaria ati shokut tim, tha. A që gëzova, se Amerika ëndre madhe si për të gjithë. Edhe ju pas ka dalë në momentin e duhur. Nuk ishte shumë i dur, se i kisha të vegjël fëmijët. Okej. Po ne, se mi marrë me vetët pak. Po, i kisha shumë të vegjël. Djali 6 vjet, trupa 4 vjet. 4 vjet e gjysmë. Edhe vete unë i marrë fëmijët edhe vete i them burr na ka dhënë lotaria. I shoj nuk u gëzua shumë. Nuk e kishte shumë me qef. Po që pyet tha, sa na ka dalë. Nuk e kish me qef. Unë fluturonja. Kisha par filma, kisha par gjitha dhe dinja Amerikën ender amerikane. Neve kemi ardhur në një periudhë të vështirë. Do me thënë, kur kam ardhur në Amerikë, s'di një asnjë fjalë anglisht. Unë makinë, të thash edhe kur martova sipa në taksi, se ishte ko lufte. Jo të ngisja makinë unë vajzë pe fshati të ngisja makinë. Dhe ishte shumë e vështirë, fillimi ishte shumë i vështirë. Edhe thosha o Zot, si të kaloj jetën unë këtu. Si do merre vesh me këta njerëz që unë nuk tin një fjalë të kthej përgjigje. Megjithatë këtu keni jetë mirë. Unë jam nga ato vajza, të thash, do vi një ditë tjetër të tregoj historinë time, që i kam larë me lot këto rrugë të Amerikës, po më ka bërë mirë se i kam mësuar rrugët. Më ka bërë shumë mirë, gjitha rrugët. Po pyesësh mua për një rrugë, so? I di gjitha. Duhet të them që ti nuk je nga ato personazhe që qan. Kam qarë. Kam qarë, po kam ndaluar. Në fillim. Kam ndaluar makinën, kam qarë dhe pastaj kam vazhduar. Se qyse të njoh unë mbrapa me fjalë ti je personazh i qeshur. Ti patë një hall shumë të madh. Po. Për cilin ne kemi ardhur të flasim këtu. Do na flasësh, sepse unë nuk të kam parë edhe kur ke pas atë hall, ti ke qenë gjithmonë e qeshur edhe i ke dhënë kurajo edhe të tjerëve, jo vetëm vetë. Kujtoje ti se kisha flokët tim atëherë? Jo, vinja paruke dhe vinja në pari. Se nuk mundet të rinja unë të kalonja. Dëgjoj, unë aty duhet të dalë. Vazhdoj rutina time, se kam 21 vjet në Amerikë. Muajin tjetër bëj 21 vjet. 21 vjet. Po. Më duket kur kam lindur këtu. E vërtetë. Po, 21 vjet, një jetë të tërë. E dua Shqipërinë, më pëlqen Korça, po duket kur kam lindur këtu. Vazhdoj rrita, se nuk dua ta zgjat shumë, vazhdoj rutina e jetës, punë, shtëpi, jam nga ato që kanë bërë 3 punë për të mbajtur fëmijët. Pikësinimi im jetim që janë fëmija. Që të merrni një rrugë, të merrni një diçka, sepse pastaj lam atë vend, ata lam çdo gjë vetëm për ata fëmijë.
Po i kam sjell të vegjël dhe kam vojtur me kalamajt, se njeri duhet të punonte, njeri duhet të mante fëmijët. E vërtet është, e vërtet. Se nuk dinim as ligjet, as rregullat, dini vetëm punë. Unë jam rritur nga dy prindër që na kanë mësuar vetëm punë, çdo lloj pune, futi çdo lloj pune, dhe pastaj arri atë që do tin. Vazhdoi rutina u rritën kalamajt, shqyr Zotit kanë marrë rrugë të mbar. Djali Kristi ka mbaruar për Mashallah, computer science. Ashtu ë? Po. Mashallah. Vajza është project manager në bankën Chest. Ke fëmijë turt. Po. Ke fëmijë turt dhe kanë qenë mirë. I kam marrë me vete fëmijët, kam pastruar me mua. Se kjo është puna, kjo është Amerika. Dhe të mësonin dhe të më ndihmonin. Njëri më shte plurat, njëri lante cimento. Kur punoja, kur pastroja shtëpi, se kam pastruar. Se gjithë shqiptarë. Si që. Nese, kaloi rutina e jetës, kaluan vitet, kur mendon që ti i ke gjitha në vijë, kur mendon që ti, do me thënë, fëmijët u rritën, morën një rrugë të mirë, ti ke marrë një shtëpi, ti ke marrë një makinë, ti ke një punë, ti ke një shoqëri të mirë, ndodh diçka, që nuk të le rahat. Ta sjell Zoti diçka, kur e vjen Terezi, kështu i thon. Si e zbulove smundjen? Cili ishte momenti si e zbulove smundjen, sepse e ka një histori të veçantë, ndryshe nga të tjerët, ka qenë gjatë vitit të pandemisë, apo jo? Në vitin 2021 u diagnostikova me breast cancer. Unë e kontrollonja veten time. E kontrollonja vit për vit. Memogram, ultrasound. Do me thënë, ishte një gjë rutinë. Në 2019, 2020 që ra Covi, unë e mungova këtë kontroll. Okay. Nuk vajta për kontroll. Telefonova dhe më thanë janë mbyllur, se 2020 ishte pandemia e COVID-19. Në atë kohë unë dëmtova dhe këmbën, dhe ju lash kujdes këmbës, sepse nuk ishte shumë problemi madh, manis kitir, ke parasysh që unë nuk e kuptova njërë kur më tha manis kitir. Edhe thash, çfarë është manis kitir, sepse unë nuk kisha pi një hapje Ardi, unë isha healthy, unë isha e shëndetshme. Unë isha, domethënë, nuk kisha asnjë problem me shëndetin. Edhe kur vajta që dëmtova këmbën, urrëzova, dëmtova këmbën, edhe vetëm me djalin se kuptonja çfarë ishte manis kitir. E djali më një letër edhe e grisë, thot, mam, këmba tënde është kjo është. U thash, po si më që ka krisur këtu, thash unë. Do më thënë, ma shpjegovi djali. Është edhe menisku. Menisku, edhe unë nuk kujdesa për këmbën. Do me thënë, ishte Covi, po ama operacionet i beni. Edhe sepse kanceri i gjirit nuk jep shenja. Jo, asnjë shenjë. Ma dha një shenjë. Edhe duan ta dinë të gjitha gratë, edhe kur të mos e nënvetsojnë atë shenjë. Mu bë si rash, si thon rash në shqip? U skuq. U skuq dhe u gërdhi, si i thon? Rash, tamam, rash. U skuq edhe u bë i ashpërsuar. Edhe vetëm pas qyre shikoj gjirin, si ka mundësi që u bë kështu? Ma dha atë shenjë. Ashtu, Ma dha. Dhe veten e doktori, ishte pandemi, po veten e doktori. Doktori më tha e ke shingëll. Sa isha 51 vjet. Dhe në atë kohë, nuk e di, të ka shingëlla. Të kap shingëll. Ashtu. Dhe doktori më tha e ke shingëll. Ajo nuk ishte shingëll. Unë nuk ishte doktori i Gjoksit, ishte family doctor. Dhe unë e lashë shingëll, për sa kohë u zhduk ajo shenjë. Do më thënë u zhduk. Në 2020 nuk bëra kontroll. Sa u hapën në 2021, në shkurt të 2021 e mbaj mend shumë mirë, vetë bëj memogramën. Ajo tha, do të bëjmë një ultrasound, tha. Okej, thash. Dhe nuk më thanë gjë, se nuk të thonë kur t'i bëjtë. Të thonë, call the doctor. Yes. Si që është rutina këtu. Okej, thash, e lash edhe vetë pas dore, jo t'i call një doktorit right away, po thash, me që në maj unë kam check-upin, e diskutoj dhe këte. Në 9 maj e kisha check-upin, më bëri check-upin ajo, çdo gjë ishte normal, as gjaku nuk e tregon atë. Nuk e tregon. No. Ashtu. Analizë gjaku që të shikonin doktorët. Jo. Veten e doktorit dhe them, unë kam bërë një memogram dhe një ultrasound, po të eshe, më kontrolon njërë qarë është atje. Okej, tha, ajo hap kompjuter, thotë, Floreta të bësh një MRI, tha, sepse dalloj një shenjë të zezë. Wow, i thash unë, is something wrong? Mos u trem, tha. Nuk ka asnjë gjë, tha.
Ndoshta nuk është gjeta, është aparati, ndoshta tha është i cista, ndoshta është calcification që i thon calcium tha. Po ti duhet të bësh këtë MRI, se ajo ta nxjerr më shumë se ti ke tha brain density, domethënë gjoks të ngjeshur. Po pas mosur 50, ashtu bëhet gjoksi në tërë gratë i ngjeshur. Tash i dola nga ajo, domethënë se ajo më qetësovi, nuk s'ma bëri alarmante. Jo të menja me njërë të linja Apollin e Moras, po e lashe 2 javën. Është neglizhencë kjo. Neglizhencës. E lashe edhe 2 javën. E pasaj, duke nga makinë, duke dalë nga puna, thash, po kur s'pash një Apoll për MRI, thash. Të vetë të bëj një MRI se si diet. I kontrollonja kur lasha, nuk kisha ndonjë, se ishte shumë dipër. E lash unë i kisha në fund ishte maj qershor, në fund qershorit kisha, se nuk ta lejnë me njerë këta, do me thënë do 2 javë të vijë radha për një analizë, si që janë rregullat tu. E lash MRI në Largo Medical Center ku punon Tana. Atë ditë kam takuar edhe Tana. Ashtu, e? Po. I thash Tana, më kanë thënë të bëj një MRI, me Floreta se të gjithë kështu jemi, na kanë thënë të gjithëve tha të bëjmë MRI, tha, po nga që kanë merak, tha, edhe mos u mërzit, tha. Kam si frikë, i thashun. Jo, do ta bësh, mos ke merak, tha, dhe mos ke frikë, tha. Do dalësh mirë. Do dalësh mirë. Më dha kurajo Tana. E takova atë ditë. Edhe vetë e bëj MRI për fori 45 minuta, shtrirë përmbys, sa mu zufiroma, se vetëm gjoksi që i futur në 2 vrima kështu, edhe të bënin 45 minuta. Po, special, MRI special. Special. Duhet të bëhesh e doktori vetes një qik, se nuk, do me thënë, duhet i dish sa gjera, sa shenja të trupit tent. Kur ngrihem unë, gjoksi majt ishte i verdh si limoni, i verdh 2. Gjoksi tjetër që normal. I them unë asaj, pse është kështu? I po, ti e di që këtu së të tregojnë, nuk thonë që asgjë. Oh, call the doctor tomorrow, tha. Nuk di gjë, tha. Okej, thash. Si e përjetove lajmin për herën e parë, Floreta, kur e diktuat që jeni me kancer? Ama merakun e kisha, se vazhdon të t'ishte i verdh. Ika dhe s'ju thash gjë fëmijëve, se pika ime do bot ishin fëmijët. Si pasoj? Do me thënë, kur shurtojnë ata unë edhe nuk e donja me jetën, sepse i rita me shumë mundime, me shumë sakrifica. Pritë më marrin telefoniq. Thash po këta, se 3 dita dhe përgjigja. E marr vetë në telefon, doktorin familjar. Kam bërë, thash MRI, thash po dua përgjigjen, thash. Okej, tha, Floreta, tha, të rekomandojnë të bësh biopsi, tha. Dallojnë diçka dhe do bësh biopsi. Prap më mori me kurajo që mos ki frikë se biopsia mund të dalë mirë, si i thonë benign. Po mos ki frikë, gjeshta të vijë përgjigja e biopsisë, ti mos u stresa. Vete bëj biopsin, përsëri në Largo Medical Center atje. Edhe pres përgjigjen. Sa të presi, thash unë 3 ditë. Okej, tha, prit 3 ditë iq, prit 5 ditë iq. Mua s'më bante vendi, kisha një parandjenjë që e shikonja vetën time që pse u bë ashtu ai gjoks dhe ky nuk u bë. E marr vetë prapë në telefon, model nurse-ja. E thot, dua doktorin, thash unë, se unë kam bërë një biopsi dhe dua rezultin, dua përgjigjen. Prit, tha se doktori është në një vizitë. Okej, thash unë. Dhe Zoti i bën, Zoti ta jep lajmin e mirë, pastaj Zoti ta jep dhe lajmin e keq. Do me thënë, mos u gëzohu i gëzuar, mos u idhërohu i idhëruar. Unë isha në punë atë ditë, vajzën e kisha 7 zen, e di shumë mirë ti se kemi bërë baby showerin bashkë. Po, më kujtohet. Po, baby showerin ishte koha e treatmentit, do thonë bëja kimoterapi. Edhe ti ishe excellent, shumë e qeshur. Prit, se do të ka një histori të bukur e baby showera. Më merr trupa në orën 12:10 e thot, kishte parë gjinin e fëmijës. E thot, mami është djalë. U gëzova pa mas. O shqyqyro zot, tash o shqyqyro zot. Po nuk zgjati shumë ky gëzimi. Më 2:30 më ka dhënë telefoni. E më ka thënë doktori, Floreta, I'm sorry, you have breast cancer. Më thënë, u rrëzua ajo gëzimi. Hyra në fabrik, po qanja, të them e përjetova. Se e përjetova vetëm se Zot ku do t'i le fëmijët. Kaq.
asnjë gjë tjetër. As Amerikën, as paran, as punën, më falë Zot, as bashkëshortin, vetëm fëmijët. Vetëm fëmijët, më kujtojshin. Nuk dajta në punë atë ditë, se më mblodhën të gjithë, kisha edhe shqiptar në fabrikë, se unë, by the way, punoj në fabrikë në General Electric. Nuk është zanati tim, por në Amerikë duhet i bëjmë të gjitha, duhet të bëjmë i burrë, kur është për të bërë burrë, dhe grua kur është për të bërë grua. Si gjithë të tjerës, gjithë shqiptarët. Edhe e mora thash, po tashi, mi jep një personet. Po tashi si do t'ju them fëmijëve, thash. Më erdhi një shqiptare që kam në punë atje, edhe më thoshte Mikela e ka emrin. Edhe më thoshte, se mos e kam bërë gabim dokumentin atje, se mos e kam parë gabim, qetësohume se ti. Se edhe ndodhin gjëra të këtilla, po mos me nuk ndoshta se ti je shumë e shëndetshme, ti je shumë happy, nuk je stresuar. Edhe i thash, të lutem mos më thuaj gjë, do iki në shtëpi, nuk mundesha të rija në punë. Edhe më than ik në shtëpi. Ku do vinja? Kur shikonja. Shikon, fëmijët i kisha në një periudhë as të rritur, po as të vegjël. Çupa ishte 19-20. Djali ishte 21-22, do më thënë ishe një moshë që ishte e vështirë të dëgjoni një lajm për mamin të këtillë, se nuk ishte, do më thonë 19-20 nuk e i pjekur tamam të përballosh gjërat e këtilla. Vajta arrita në shtëpi, zot kur kam parë sytë e djalit. Djalit më doli përpara. Mami pse erdhe tha? Më pa duke qarë tha, ke marrë tha përgjigjen? Po i thash, mami ka breast cancer. Djali ja bëri, oh my god. E mlodha vetër, se kisha çupur shtatzën. Ja, vërtet. Çupa ishte në punë, tha, mami unë po e le punën po vi. Hajde mami, i thash unë. Edhe kur erdhi çupa me ato sytë me lot, mami tha ti do ta kalosh tha, se je fort tha. Po pse të ndodhi ty tha? Thash unë kështu deshi Zoti, mami. Në fakt, të them që se përjetova e përjetova. S'donja të flisja me asnjëri. As me motrë, as me vllanë. Ju thash, mos më merrni në telefon, më lini, se jam në një periudhë që unë nuk dua të flas me asnjëri. Periudha e parë shumë e vështirë. Kjo ishte periudha që e përjetova. S'donja me asnjëri të flisnja. Për vllain më vite keq, se burrat e bajnë. Edhe kur i thash bashkëshortit, tha, o ç'na gjeti, tha. Po ç'na gjeti, tha. Se ke parasysh, jam bërë si shtylla e shtëpisë në shtëpinë time. E mblodha vetër. Thash, po se mblodhe ti, nuk e mbledhin këta që janë kalamaj. E thash, mami, mos kini merak se mami do ta kaloj. Do ta kaloj, tha. Çupa tha, mami ti do ta kalosh, tha. Po nëna vjen keq, tha, që pse të ndodh në ty, tha, se ti ke kaluar shumë gjëra në jetë, mami, tha, dhe këto, tha, nuk ishin të drejta për ty. It's okay, thash, Zoti deshi, thash. Nëse, ditën ishte e premte ku e ka marrë vesh lajmin, të shtun isha në shtëpi, të diel isha në shtëpi, të diel i kam thënë vllajt. Nuk i thash me njerë. E tha vllai, motor, kujton çika sa ke kaluar. Do ta kalosh edhe këtë, tha. Në të pika, se plan se kam me. Ja, e kemi marrë vesh edhe këtë. Mi po, ja pash ato sy, se burrat e mbajnë atë. Motra pasaj minut për minut, edhe motra më bezdiste. Ta them të drejtë më bezdiste. Se i thash, kur ti je mirë, do të marr, mos më shqetësoni. Ajo minut për minut, sa kish merak, motër, mos qofsh. Edhe ditën të henë vete në punë. Unë grita i kanë punë, nuk kisha qatë, se ti e keje parasysh, procesi zgjatë, nuk se të thanë, sot edhe ti do ashu. Do e zgjidhësh, mbaroj, se kanceri nuk është grip të zuri me njerë. Kanceri do vite të formohet. Nuk është me njerë. Edhe duhet mbahet nën kontroll. Nën kontroll, sa më parë ta kapësh aq më mirë është. E nëse vete të henë ikin punë. Ngrihem, rregullohem, ikin punë. Më merr bosi më thot, je në rregull të punosh, jam, i thash. E mblodha veten. S'kisha rrugë tjetër. Pastaj thash, po mirë më qis, ka që është astisur, pyete në çfarë grade jam, deri ku jam, deri ku ka avancuar. E vërtet. Po, e mblodha veten, nuk kisha çfarë të bënja me. Me dy kalamaj isha, me dy kalamaj. Ti jep Zoti fuqi pastaj. Ti jep Zoti fuqi dhe me Zotin lart.
Ardi ti ndoshta se beson, po unë edhe sot ngrihem dhe bie them faleminderit Zot, që më dhe fuqi që ta përballoj. Sigurisht. Kur e kam marrë vesh kam të Zot, ma dhe, po e pranoj, duhet ta pranosh. Nëse ti nuk e pranon, nuk shërohesh kur. Jo ta fshehesh, po e fshehesh më keq dhe ta neglizhosh. Zot po e pranoj se ma dhe, po më jep forcë ta luftoj. Nuk jam as e para, as e fundit. E marrë doktorin në telefon të hen dhe i them, okej, u mor vesh që unë kam breast cancer, po gjë ku jam? Në çfarë stage jam? Floreta, biopsia tregon që je stage 1, tha. Po, tha, këta ta thonë tamam, drejt din këta të ta ledhatojnë. Po, tha, operacioni do e caktoj, tha, gjë ku je ti, tha. Se kjo të cakton, tha, stage 1. Kur më tha stage 1, u qetësova. Se kisha lexuar pak a shumë, kishim informacione, stage 1 të stage 4 është shumë ndryshe. Hynë në punë i them ati që punoj, jam stage 1, o, tha, mos u mërzit, tha, groja time ka 15 vjet, tha, ishte stage 1, është 15 vjet, tha, përpara më breast cancer. U qetësova një çik. Do me thënë kur dëgjoj, më keq. Okej, kush është hapi tjetër, i thash. Hapi tjetër do vesh të surgeon doctor, doktori operacionit. Mi po, këto zgjasnin shumë. 2 javë, 3 javë, si që di ti këto të mjekësisë. Se nuk e more sot e tha nesër hajde, se ka, këtu është vendi madh dhe ka shumë gratës së mura. Unë kujtonja se sot e nesër do vinja me njerë të bënja surgery. Je, e vërtet është. E vërtet. Sepse, shiko, nuk është e lehtë që ta kur e kupton që ke diçka dhe unë dua ta heq se s'ben. Dua ta mbaroj këtë punë. Okej, ma lanë për 2 javë. Po, Zot, pritja ishte e tmerrshme, Ardi. Kur e di që ke në trup një diçka dhe prit, o Zot, asnjëri mos e përjetoj, asnjëri mos e përjetoft. Vazhdojna punën, e shqetësuar, të them që u shndrova në tjetër njeri, s'donja muhabet, s'donja më të qeshnja. Kjo zgjati për 1 muaj, Gjesa e mblodha veten, e gjeta fuqin, e gjeta në Zoti, e gjeta dhe në ata 2 fëmijë të mrekullueshëm që kam. Këtu e kam gjetur fuqin. Dhe në vetja ime. Se po se gjeten e vetja, nuk ta jep njeri. E vërtet është. Nuk ta jep as njeri po se gjeten e vetja. Ato ishin sigurisht momente të vështira dhe kush ishte ai person që të ndonjë më pranë, sepse siç dihet ne jemi këtu në emigrim dhe nuk ka se kemi shumë familjar ose miq ose shok. Megjithatë nganjëherë shokët edhe miqt bëhen më të afërt se familjarët. Njerëzit tim. Të them që s'kisha nevojë për njerëz kisha. Nuk kisha nevojë as për lek, as për të ngren, as për të pirë. Kisha nevojë vetëm për një llaftë të mirë. Një fjalë ngrohtë. Kaq donja. Donja që më thoshin, "Hese do kaloj." Kaq donja. Ose të më thoshin atyre fëmijëve që ishin në një moshë shumë delikate, që mos u shqetësoni, se mami do shërohet, do bëhet mirë, do bëhet me forcë se ç'ishte. Unë për fat të keq pata vetëm njerëzit tim afër. Motrën, që s'më dashe 1 sekond, vëllajin që me ato sytë që përmes kamerës e shikonja më vinte keq, edhe shoqërinë. Shoqërinë këtu apo shoqërinë atje? Edhe shoqërinë atje. Kam një shoqe 20 vjeç shoqe, kurse e gënja telefonin unë merrte çupën, merrte djalin dhe e përshëndes. Po shoqëria këtu, komuniteti. Nuk u hapa shumë. Edhe këtu më kanë qëndruar afër. Nuk them. Kur më ka marrë njërë të Silbën e nje, më ka thënë, se qupa ime rritë me qira në shtëpia Silbës. Më ka thënë, më budallaqe ti e fort. Edhe si më ka thënë Silva, unë s'para bëj shoqe për fshati, po ti ke dal e veçantë. Kështu më ka thënë, ti ke dal e veçantë. Edhe më ka marrë telefonin, ka thënë, mos të bëj budallaqe, do e kalosh. Unë të njoh ty se kush je ti, dhe ti do kalosh. Më kanë ndajtur edhe këtu. Po kisha nevojë edhe për njerëz të tjerë që s'më kanë ndajtur afër. Shiko, sëmundja të ndryshon Ardi. Unë kam ndajtur një çik afër? Po, dhe ty të kam marrë telefon, e mban mend? Po si sa më? Më ka thënë Floreta, çfarë stage je? Ajde moj se nuk do t'ja dish ti për atë gjë.
Do kaloj, biles të merrnja kur merrnja testin që bënja për kontrollimin e kockave, doli negative. Edhe për atë të gjurit. E për gjurin. Po, e për gjurin, edhe kur bënja testet atje, se testi i parë që të bëjnë këtu në Amerikë është DNA, ADN-ja. Si thosh ADN-ja thonë në Shqipëri, DNA-ja. Sepse ndryshonte mjekimi. Do më thënë, nëse ti e ke në gjin, në gjak, do marrësh mjekim tjetër. Nëse ti se ke, do marrësh mjekim tjetër. Unë nuk e kisha në gjak. Më doli, do më thënë, më thanë, ne kemi bërë 36 teste dhe ti nuk e ke në gjak. Do më thënë, kancerin, nuk e ke në gjak. Po nuk do të thotë që se ke në gjak edhe ti nuk do prekesh në kjo sëmundje. Po, nuk do të thotë. Sepse ne këtu, shiko, do thomë neve pun, po edhe nga puna e tepërt, ndodh diçka. Edhe se puna e tepër stres është. Edhe nga stresi, dhe unë do më janë ca faktorë të tjerë, jo gjaku, se gjakun unë nuk e kisha, por janë ca faktorë të tjerë që ndikuan, është dhe risku i njeriut. Në vërtetë. Është risku i njeriut. Ajo që risk për mua. Që e unë e pranoj. Thash, njerëzit tim kanë qëndruar shumë pranë. Motra i thosha të lutem më ler, se do të marr unë, nuk pushonte. Vllai po ashtu. Ai shoqja që kam 20 vjet shoqe, po dhe shoqet e shkollës së mesme. Kishte një gjë të rëndësishme. Kur flista me shoqet e shkollës së mesme, më tregonin hallet e tyre. 4 në klasën tonë. O, ashtu, a? 4. Shiko, Floreta, do të them diçka. Ti ishe vjet këtu kur mbona depistimin. Po. Këtu kanë qenë vjet kanë qenë 14 gra e bën? 14 gra. Vjet e bën 14 gra regjistrimin këtu dhe bën 14 gra bën mamografin. Raporti për me di këtu mas është 1 në 7. Ishte 1 në 8, që ka bën 1 në 7. Nuk e di, si vjet e kam lexuar 1 në 7. 2 gram kanë dalë me kështu, s'po ka rëndësi për me dhanë emra. Jo. 2 gram me i fjalë që fatmirësisht janë kap në momentin kret të hershëm. 2 gra. They are very shumë falenderuese që kanë ardhur edhe e kanë bë edhe më falenderojnë sot e kësaj dite. Si e mendon depistimin? Është diçka e mirë? Po, është shumë e mirë. Mua memograma më shpëtoi jetën. Po ky autobusin që sjellim ne ja vlen këtu? Po ja vlen. Ke parasysh, unë mund të vija dhe të ta bëja këtu, po unë jam në një kontroll. Sigurisht, unë jam në një kontroll. Ne autobusin na vjen dhe ne puna. Po se unë ty të falenderoj që ishe vjet këtu, sepse po isha për të suportur. Edhe me fol, por e kupton ngjarjet ndodhen ndryshe, ishte direkt masurikanit, ishin shumë. Isha këtu vjet. Isha për supportur, sepse unë tash i kontrolloj mirë në vit. Desha me dvu me fol ty atë ditë, po më vinje me fol, se kisha problem. Falenderoj shumë. Dhe vazhduam trajtimet, do me thënë, ishte edhe një periudhë e vështirë që unë e kalova, do me thënë, në kohën e pandemisë, që s'të lini njeri në spital të vinje. Nuk të lini njeri, ishte, do me thënë, unë isha me maskë. Do me thënë, ishte kohë e maskave. Kur ma ka hequr maskën doktori, se nuk e di unë si më puti në sallën e operacionit. Ishte një gjë tillë që diskutoshe se është në nivele të ndryshme, që do bësh kimo përpara që ta shrinkin, apo do kalosh drejt në operacion. Fati im që unë do shkova drejt në operacion. Nuk bëra kimoterapi përpara. Sepse e ka pa shpejt. Nuk e ka pa në periudhën që duhet ta shrikja. Këta të pyesin, të marrin mendimin si e do, vajta përse kënë opinion në mafet, se paka shumë jeta këtu na ka mësuar, nuk kemi ardhur kaq të mësuar, po jeta këtu në Amerikë na mësovi të ndjekim rutinat e jetës. Ishte i njëjti opinion, e njëjtë datë operacioni. Ja, këtu ka standard për atë. Po, e njëjta, dhe unë jam bërë në Mortonplan. Në Mortonplan. Doktoresha 25 vjet eksperiencë nga Philadelphia. Mi po ta bëjnë të qartë, në qofë se ti, ma bëri të qartë, unë e kisha në Crown e Might. Lamp i thonë? Gender i thonë Shqip. Më tha, më mori në zyre, më tha, Floreta, do të heqim vetëm lampakomi, si i thonë, në mastakomi. Por ama, tha, nuk e siguri, tha, sepse, tha, disa qeliza mund t'jenë slip, tha, dhe nuk dihet kur reaktivizohen. Tha shumë po,
tjetër opinioni tjetër cili është? Opinioni tjetër është që ti ta heqësh gjitha dhe nuk fillon, nuk start over, tha. E flen me. Ama nëse unë do ta kisha DNA-n, do ta kisha në gjak, do mi kishin hequr të dyja gjire. Po. Jo, unë nuk mi hoqën të dyja gjire. Risku. Mendo. Fjalë po të ishte në DNA, atëherë kontrollohen edhe vajza do ishte kontrolluar. Kjo ishte merakumi i madh kur e mora vesh. O sot, kur bëra se DNA-n, sepse ata u zgjat rezulti, zgjat 2 javë. E thosha, o zot, mos e kem, se kam çupur, kam motrat, kam besat të vllajt, të motrës, edhe po ta kishim në gjak, o zot, kjo ishte një shqetësim tjetër. Kur më thanë që nuk e ke, u qetësova. U qetësova. Edhe u mendova dhe unë fëmijët i pyes Aldi, edhe se i kam fëmijët tim i pyes. Dhe nuk e kam për ashtu të them që i marr mendim nga fëmijët. Edhe i them djalit e çupës, më tha kështu kam 2 rrugë, kështu. Mami tha, ti e di trupin tënd, tha, nëse nuk do të staresh obër të fillosh prapë nga e para, tha, ti e di, tha. Po në ato momente nuk mendon ti se dukesh e bukur atë, dukesh vetëm të shpëtoj, të ta heq. Edhe unë i thash, hiqim atë gjithë, i thash. Hiqim atë gjithë. Floreta, sajna, firmos apeto. Minutën e fundit, më tha, trupa, mam, tha, po i thuaj të lirë, tha, që ti të vesh një gjoks të ri, tha. Nuk me duke dua, i thash, s'kam që dua, thash. E minutën e fundit i kanë thënë doktorit, po unë thash, dua, thash, që edhe më vonë, thash, si ti, thash, edhe. Po pse tani u kujtove ti, tha? Po kështu as minutë më Floreta, tha, sepse bënin, tha, që në moment ta vinin dhe ta ishtin dhe ta vinin. Ja, dëndosi një... Unë nuk kam ta kohë të merrem, tha, me ato, tha, që do formoj presin tënd, tha, nuk është më kohë, tha, dhe unë i kam shumë të ngjeshura, tha, Floreta, se ti vërtet të shtyllën pak ne, tha, po ti nuk ishen atë gratë që janë të tjera, tha, dhe ka të tjera gra përpara teje që janë më keq pe teje, tha, dhe unë në këtë moment nuk ta bëj dot, tha. Domethënë, unë nuk kujtova shumë vonë. Pa is okay. Po jo, materialin ma ka lënë për të dhënë një gjoks tjetër. Edhe më thos, kam frikë. Këto do i presim këta, apo do i lejmë intervistë? Si duash, po, si duam mos i prim, si duash bëj. Ja, edhe sigurisht ku e gjete forcën që të luftoje gjithë këtë headache që ishte në trupin tuaj me fjalë, edhe sinqerisht të përgëzoj për këtë, sepse gjithmonë sa herë të kemi pa shumë njerëz nuk e kanë kuptuar që ti je smur, sepse gjithmonë ruaje atë buzëqeshjen, harmoninë, edhe ishe shumë optimiste për jetën. Është diçka që më pyetet ti Ardi që ku e gjeta fuqinë. Ku e gjeta fuqinë në radhë të parë gjeta në Zoti. Zoti më dha fuqi. Dhe e falenderoj Zotin dhe jam gjithmonë prayer për ta. E dyta e gjeta në vetja time. E treta në kalamajt. Më shumë e gjeta në ylli nenës, që më solli vajza në jetë, atë djalin, atë bukurinë e nenës, që ajo më ndryshoi jetën komplet. Dhe unë i them, nena për ty jeton. Domethënë, ai që e gëzimi më i madh i jetës time. Unë isha me kimoterapi, unë isha pa flok, unë ngrisha me dhimbje, e merrja në krah dhe thosha jeta është e bukur. Shiko çfarë më dhurovi dhe unë do e përballoj këtë smundje dhe e përballova. Faleminderit. Po në vërtet ajo më shtovi jetën. Florida, muaji tetor është jo vetëm muaji i sensibilizimit për kancerin e gjirit, por njëkohësisht është edhe muaji i letërsisë. Po. Edhe ju jeni një ndër pjesëmarrësit në muajin e letërsisë në këtë lidhjen e shkrimtarëve të artistëve që zhvillohet tu një event vjetor. Edhe gjithmonë keni ardhur me ndonjë poezi ose me ndonjë krim. Po. Do na recitosh diçka? Po, e kam, domethënë, kur më kap emocioni, domethënë, dhe më kujtohen ato vite erët që kalova, shkruaj. E kam shkruar diçka. Mund ta lexoj? Do ta lexojmë për gjithë, po. Po. E kam titulluar Të duash veten. Nisa të shkruaj, po as vetë se di. Para syve më dalin dhe diell dhe stuhi. Kjo jetë vërtet qenë ka çudi. Ashtu siç tel dielli kur mbaron një stuhi. Forcohet njeriu nga dielli, forcohet dhe nga stuhia. Ndaj ditët ikë në rrjedhin dhe mbrapa mbetet veç hija. Në jetë çdo gjë duhet të presësh. Gëzimi dhe idhërimi janë motor e vëlla. Por varet si ne e presin, varet si dalim nga ta. Shumë nga kjo jetë mësojmë, por ardh ka një ditë, një moment
qetësinë e shpirtit e gjen tek vetja jote vërtet. Dhe vitet ikin për shuti, qofshin me diella me stuhi, e vetmja gjë që nuk ndryshon, duaje veten ashtu siç ti. Shumë goja, shumë e bukur, faleminderit. Po deshe veten, ke dashur gjithçka. E vërtet është. Faleminderit ju. Shumë bukur. Atëherë, Floreta duket falenderuar për këtë intervistë, do doja që ti sot t'jepje në muajin tetor në cilin ndodhemi t'jepje një mesazh gjithë grave, jo vetëm grave të komunitetit, po gjithë grave kush po na ndëgjon. Të gjitha, jo vetëm grave, por motrave, të gjitha grave të komunitetit, kudo që janë, shoqeve time, asnjëherë mos e lini vete pa kontroll. Mos dëgjoni ato fjalët që memograma është kështu e memograma është ashtu. Memograma shpëton jetën. Shkoni kontrolloni të paktën një herë në vit. Shkoni kontrolloni. Asnjë shenjë mos e lini pas dore. Ti jep shenja, asnjë mos thot mos jap shenja, siç më dha mua. Po mua më orientoi që gabime ke shingëll më tha. Prandaj shkoni kontrolloni dhe një gjë tjetër. Të mos ju vi zor, se do me thënë e kanë atë, jemi të smur me kancer. Ne jemi njerëz si ju, njerëz normal, po Zoti na vuri në një provë të vështirë dhe ne e kaluam. Që nëse vjen një tjetër nuk i dihet e kalon apo se kalon. Ne jemi gra të forta. Ne jemi gra luftarake. Prandaj jemi normale. Jemi më të mira se ato që janë të shëruar. E diti se kemi kaluar diçka që na ka forcuar. E di se mua më ka ndryshuar si njeri. Mua më ka forcuar. Pse? Më parë vinja re gjëra vogëlsira, tha ky kështu, tha ajo ashtu, tha ky kështu, tani nuk i vej me unë ato. Dua vetëm jetën ta jetoj. Pse? Se Zoti më vuri në periudha të vështira, më vuri njerëz të fortë, i vej në prova të forta. E vërtetë është. Dhe unë e kalova me sukses, prandaj asnjëherë mos neglizhoni shenjat që dini. Shkoni bëni kontroll. Kur ju thot shkoni në kohë. Shkoni në kohë. Mos e lini pas dore, se kështu i lemne. Ase vejmë qik më vonë, ase vejmë muajnë tjetër, ase kemi frikë. E di si më ka thënë një shoqe, kam frikë të vetën se mos më diktoj gjojnë që. Ja kështu më ka thënë. Dhe kjo nuk është diçka e mirë. Shkoni kontrolloni, ndiqni këshillat e mjekut, se jeta është e bukur. Shumë goja. Edhe buzëqeshni nga herë, nëse nuk buzëqeshni, nëse nuk keni hapi, nuk e kaloni dot. E vërtetë është. Nuk e kaloni dot. Unë isha me kimoterapi, unë isha pa flok. Unë s'kisha flok. Unë më bleva fëmijë paruke. Unë ikja në parin tënde. Unë kërcenja. E vërtetë. Unë nuk e di se si e gjenja të fortë. Edhe bëje shaka. Edhe bëja shaka. Dhe nuk më diktonte asnjëri. Pse vërtet? Paruke ke këtë? Kur jam shikoni pa flok? Atëherë i thirrni mendjes. Atëherë i thirrni mendjes. Prandaj ta them. Motra, shoqeni, bëni kontroll disa më parë, mos e lini pas dore, se ne kemi çika të i vijemi punës, i vijemi fëmijëve, po duhet të kujdesi për veten. Prandaj kujdesini për veten, bëni kontrollet, se nuk e di o t'i ardhi, ne nuk kishim dëgjuar kaq shumë përpara. Kaq shumë e breast cancer. Shiko, janë rrit mënyrat e ekzaminimit, sepse edhe jetëgjatësia është rrit. Duke rrit jetëgjatësia, atëherë këto njerëz diktohen më shumë. Në fjalë ti e morën mend që thoshin njerëzit në atë kohë 55, aq se pas ka kalu gjysmën e jetës. Jo, 55 është jeta më bukur. Eksakt, po du me thonë çfarë ndodhte, edhe çfarë ndodh tash, njerëzit është rrit edhe nga kjo punë janë rrit diagnostik. Ka pas shumë njerëz edhe atëherë me kancer, po e kanë fshef, i ka ardhur turp, edhe ja duk tash shika. Shumë grave, unë i maj mend me fjalë kur kam qenë në fillimet e mia të mjekësisë, shumë grave thoshin kam një puçër. Po kur është puçër, ajo kishte marru punë. Ishte stage 4, sigur. Po doli si për puçër mbaroi. Edhe vdisnin pastaj nuk e merrshë vesh nga se vdisnin, por në fakt ato kishin vdek nga kanceri, sepse thjesht një puçër thoshin, po ishte e marrë. Plot kam dëgjuar raste, jo, e po s'ka gjë se ja, edhe mos dëgjoni mënyrat këto siç dalin në internet, jo veri lakër, jo veri, thotë se ajo është e tmerrshme. Po shkoni në doktorin, bëni memogramën, bëni ultrasound, ndiqni rutinën e doktorit dhe çdo gjë kalon perfekt, sepse jeta është shumë e bukur, jetën duhet ta jetojmë. Dhe nuk e di. Unë isha mrekullia nga Zoti, Zoti më fali jetën, më vuri në provë të vështirë, po më fali jetën. Tash jam mirë. Zoti truj, duhesh me majtë në rikëndër. Ama kontrollohem vit për vit,
analiza gjaku, të gjitha, dhe çdo gjë është normale. Të falenderoj. Faleminderit ju që më dhat rastin të flas për këtë gjë dhe t'ju jap kurajo të gjithave, se ka dhe në këto momente që vuajnë me atë sëmundje, por nuk patën kurajo, por nuk besuan në vetja e tyre, asnjëri nuk i ndihmon. Vetëm vetja tënde të ndihmon. Prandaj duhet të gjesh forcën brenda vetes, në Zotin në fillim dhe brenda vetes tënde. Klungoja. Atëherë, të nderuar miq, kjo ishte biseda me zonjën Floreta. E falenderojmë. Kjo është hera e parë që atë e kemi këtu të ftuar në emisionin e televizionit ton, por ju premtoj se do ta kemi në studion prej vërteti, atje në tek shtëpia. Atëherë, të falenderoj Floreta. Shumë faleminderit. Faleminderit ju.